Që në moshën 4 vjeç, me shëndetin tënd diçka nuk po shkonte mirë. Dhe prindit vunë re se ti nuk ishe ajo fëmia që kishe qenë deri në atë moment. Refuzoje të haje, të lëvizje dhe nuk po arrinin dot të kuptonin çfarë po ndodhte. E nisim nga dita e parë, kur ti nuk mundet dot të lëvizje këmbët dhe të çoheshe në këmbë për të bërë gjëra që bëje deri në atë moshë. Siç e the edhe ti vetë, përshëndetje një herë, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes dash. Siç e the edhe ti vetë, simptomat e para kanë qenë përvjellura, nuk ecja dot, kisha pengesë për të ecur. Normalisht që e para që e ka vënë re si problematika që mami, se është ajo që kujdesej më shumë gjithmonë si mami. Më ka dërguar në spital, në Lezhë, nuk kanë ditur se çfarë problemi mund të jetë, më kanë nisur direkt në Tiranë. Dhe në Tiranë gjithashtu kanë bërë analizat ndryshme, ka qenë nevojshme që të merrin edhe në palë kryqëzore. Kanë marrë një herë, pastaj kanë thënë që duhet të merret prapë edhe një herë tjetër, por nuk kanë pranuar prindërit e mi që ta merrin për së dyti. Një natë rastësisht i them mamit kam dëshirë që shkoj në kishën e Shëndollt, në Laç. Bëjmë ato ritualet tona. Matilda, deri në të moment që ti i kërkon nënës për të shkuar te kisha, a kishe shkuar më herët me familjen tënde? Ishte 4 vjeç, i kërkon babai. Babai. Gjithmonë. Pra ju shkonit, ishte një vend që ti e kishe parë, edhe pse 4 vjeç fëmijë, ti ishte ngulitur në kokën tënde si vend. Po. Nuk ka qenë hera e parë, por prandaj kisha shumë e ndjeja si vend, sa herë që shkoja vendi im i qetësisë, ku gjeja qetësinë, ndihesha mirë, paqen time shpirtërore, aty e gjeja domethënë. Dhe prandaj gjithmonë ja kërkoja, nuk ka qenë hera e parë që ja kërkoja për të shkuar në kishë. Po. Dhe ti në këtë periudhë sa kohë po bëje që nuk lëvizje? Sa nuk ka qenë periudhë shumë e gjatë. Mund të ketë qenë, me aq sa mbaj me 2 deri 3 javë maksimumi. Nuk ka qenë një periudhë shumë e gjatë kohe. Më kanë dërguar te kisha, vizituam vendet e shenjta, kemi vizituar dhe shpellën e Shëndllashtit. 2-3 javë është periudhë shumë e gjatë. Shumë e gjatë, sidomos për një fëmijë 4 vjeç. 2-3 javë, 3 fëmija në krevat pa lëviz, domethënë, duhet të ketë qenë një shqetësim i madh, nuk e di se çfarë periudhet keqe, emocionale duhet të kenë kalu prindrit e tu, domethënë. Nuk është se mbaj mend shumë mirë, se kam qenë e vogël, mbaj mend shumë pak. Nga statusi jot, sot je e martuar, do t'jesh prind vet, apo jo? Akoma. Apo akoma? Jo, prind nuk jam akoma. Po do bësh edhe ta kuptosh shumë mirë se qa do të thotë. Dhe ti dëshmon që duke ndjekur një ritual caktuar, pra që ke shku, ke prek gurët, je lut, je fut në për ato guvat e vogla të shnanojt, dhe më pas ke shku në mesh, ti thuaj që ke gjetë me njëherë zgjidhje, dhe më dhe e qumë me njëherë në këmbë? Tani. Si ndodhje, marrë... Si shtash që i vizitova këto vende. Kam vizituar shpellën e Shëndllashtit, dhe kur futesh në shpellë, është një vend që futesh poshtë. Tani nuk është më se e kam mbyllur si vend. Tha mami që kemi zëprit poshtë, kemi gjetur një burr të vjetër aty, dhe tha që ti ke qëndruar për një kohë shumë gjatë, ke vendosur duart këtu, dhe imitoje zotërinë që ishte përballë teje. Dhe po, duke u lutur, edhe gati ishit të dy njësoj që po rrinit në të njëjtin pozicion. Në të njëjtin vend shumë me këtë duart në faqe. Dhe kam shumë emocion. Mos u ndje fare emocionuar. Mere me qetësi. Ka kalu 21 vjet. Dhe më thot mami që të ngrihemi, që të ikim, por nuk jam përgjigjur mamit. Dhe zotëria ka thënë që rrini derisa vajzat kërkojnë vetë për dalë. Dhe thë mami thjesht rastësisht, i ngritur, tha, dhe ke thënë mami hajde ikim. Po kur të kam pa, jam çudit, tha, në drejtën se thjesht jam ngritur kështu në këmbë vetë. Edhe kemi dalë pastaj. Kemi bërë ritualin tjetër që kemi shkuar tek shpella, është një shpellë gjatë rrugës,
që shkon në Kish, shpella e Shënkollit, aty ngjitesh nuk ka shkallë, aty ngjitesh me duar dhe me këmbë. Kacavirësh. Më kanë mbajtur normalisht në krah, se nuk kam mesur vetë në atë rast. Kur futesh brenda në shpellë, në krah të djathtë, është një grop e vogël, jam futur aty. Tani më sa mbaj mendun, tani në këtë moment mbaj vetëm një dritë të bardhë. Ndërsa mamit, kur kemi dalë, kam thënë që mami kam pa Jezu Krishtin, kam thënë mamit. Edhe ka qenë një veshur me të bardha, ja shpjegoj mamit detajet, por në këtë moment unë nuk e mbaj mend si detaj. Ti se mban mend, të është të shuar. Jo, vetëm dritë, mbaj mend dritë, bardhësi, por nuk mbaj mend gjë tjetër. Matilda, e pe vendin komplet të bardh apo pe sikur po binte një dritë? Jo, vetëm bardhësi, unë kam parë vetëm bardhësi në ato momente. Domethënë, unë kujtoj vetëm bardhësi. Dërsa mamit i kam shpjeguar, kam pa Jezu Krishtin, të veshur, i kam shkuar afër, më ka thënë mos shko më në Kish. I ka dhënë detaje të cilat më vonë ti nuk i mban mend. Por gjasat janë, nuk më shumë gjëra. 4 vjeç ke qenë, por gjasat janë që ajo që i ke tregu mamit ka qenë përshtypja e parë, impresioni i parë, pra ajo që çka ti duhesh ke të pa. A u mor vesh çfarë diagnoze ke pas? Ata të konstatuan mjekët një diagnozë? Jo, ndoshta, jo, pastaj nuk kemi shkuar më në spital për këtë punë. Jo, sepse nuk kemi interesuar. Ti u qove në këmbë, nuk ishe pas nevojë më me shku në spital, apo jo? Për këtë pjesë nuk kam shkuar, nuk kemi interesuar kur më në spital. Dhe pas shpellës keni shku në mesh, çka keni bërë? Pastaj keni shku lartë? Tani, ritualet tona, në mesh, kemi parë meshën, kemi vizituar këto vendet e shenjta. Por këto kanë qenë, por vendet e shenjta i kemi vizituar pastaj. Në një moment caktuar, ti këtë gjë pavarësisht se na e tregon neve, nuk e ke treguar asnjë prifti, nuk e ke treguar vetë atyre të kishësh nanojt, sepse këto janë gjëra të cilat mund të fillojnë procedurën e regjistrimit për një mrekulli, pavarësisht se ju mungon thelbi, ju mungon diagnoza. Tani, me thënë të drejtën, jo, nuk është se e kam thënë, një murgeshe mbaj mend që ja kam thënë në Kish, mbas shumë viteve bëhet fjalë. Ndonjë prifti që e kemi takuar për shembull në Kish, afër ku unë jetoj në Lezhë, do të thënë prindërit e mi jetojnë në Lezhë. Po. Dhe jo, nuk është se edhe njerëzve tanë për shembull. Ta njerëzit e besimit, klerikët, çat kanë thënë? Mrekulli. Mrekulli. Më kanë dëgjuar, më kanë thënë kjo është një mrekulli. Është më thënë drejtën. Jo, mrekulli është, nëse shumë si e tregon. Ti i ke thënë që të ka folur dhe të ka thënë eja se do të shëroj unë, nuk është nevoja të shkosh në spital. Mos shko në spital, por eja të unë se do të shëroj unë. Po ti e mban mend këtë gjë, apo thjesht ja ke thënë mamit në atë moment? Nuk e mbaj mend. Unë mbaj mend si thash, në këtë moment, në këtë moshë që jam, mbaj mend vetëm dritën. Okej. Tash, vetëm bardhësi mbaj mend. Ndërsa mamit, kur kemi qenë duke, i thash, më zbërti se dua të eci vetë. Edhe më ka pa mami, normalisht më ka pa kështu si çuditshëm. Pse? Sepse më kam pa Krishtin dhe dua të eci vetë. Normalisht kanë pasur shumë frikë se tani nga e paralizuar që nuk lëvizja dhe të ecësh, kanë qenë edhe ata shumë të çuditur. Pastaj kanë filluar dhimbjet trupore, sepse nuk kam pasur dhimbje. Gjatë kohës që kam qenë e paralizuar nuk kam pasur dhimbje trupore. Ku mban mend që kishe dhimbjet e këmbët, duart? Totalisht trupi, por në përgjithësisht më shumë në shpinë. Shiko, unë kam vetëm një pyetje në pikpamjen mjekësore, pa dashur fare ty tek histeria e mrekullisë. Okej, ti ke qëndrimin tënd, koleg. Jo, nuk është çështje qëndrimi, është çështje kronologjie. Matilda, ti the që për të vendosur diagnozë, mjekët të bën një shpim në shtyllën kulizore dhe marrin pak palca ato nga lëngu intraspinal quhet. Po. Dhe mbas kësaj ti fillove të kesh probleme me lëvizjen, me ecjen, pra mbas kësaj procedure ndodh. Jo, kam pasur sa kohë kaloi nga procedura?
Ishte për Unë kam qenë e paralizuar kur më kanë marrë palcën. Urdhëro, ke qenë? Kam qenë e paralizuar. E paralizuar është i term që e përdor ti. Kam dashur që të marrin. Ke qenë e pamundur të ecësh prej lodhjes apo e pamundur 100%, domethënë, se paraliza është një Nuk kam lëviz fare, nuk kam pas lëviz fare. Asnjë lloj gjymtyri. Domethënë, ishe në gjendje do më rije gjithkohës në shtratë, Po, gjithkohës në shtratë, në çdo lëvizje më merrin. Matilda, ti tek shpella e Shëna Vlashit, ku kishte një grop, ty të dërguan hopa dhe të vendosën aty, apo ti shkove vetë deri atje? Po, jo, më kanë marrë, se nuk kam ecur. Të kanë marrë dhe kanë vendosur aty, pe atë zotrin me duar në fytyrë i vure dhe ti. Pastaj dole me pastaj ka dalë me këmbët e veta. Jo, vetëm jam ngritur në këmbë dhe i kam thënë mamit dua të dal. Okej. Domethënë nuk është tek shpella e parë kjo. Te shpella e parë. Ndoshta mbasi pe dritën, të cilën ti e ke kuptuar si shfaqje të Jezusit, ti pastaj ke filluar të mec. Po. Figura ishte Jezusi, pra që do të thotë apo një, se zakonisht koleg Zoti tregohet nga njerëzit që e shohin si një plak i vjetër me veshur të bardha me mjekër të madhe. Ajo ka dëshmuar Jezusi. Nuk e mbaj mend, thjesht ja shpjegoj mamit se si e kam parë. Okej. Dhe normalisht njerëzit që kam qenë aty me ta. Nuk e mbaj mend tash, mbaj mend bardhësi, mbaj mend dritë. Ne bëjmë këto pyetje, jo se nuk besojmë variantin tënd, madje ne duam ta besojmë variantin tënd. Por bëjmë këto pyetje edhe për të përfaqësuar një lloj skepticizmi momentin e parë që e dëgjon. Kupton apo jo? Sepse ka njerëz që na ndjekin janë larg besimit tat, domethënë, edhe dhe histori të tilla në të mirë dhe në të keq ushqejnë njerëzit, shpresa njerëzit që ta kërkojnë shërimin si ty. Jo, se besoj. Po, kaloj. Mjafton një dëshmi e tillë dhe do kesh flukse të tëra. Edhe më kanë shkruar në kishën e Laçit. Nëse ajo pastaj. Ka rituale që bëhen, edhe unë që jam e besimit musliman i kam bërë, por kjo nuk do të gjë. Matilda, nga ky moment që ti je ngritur në këmbë dhe deri në moshën që je sot, a ke patur problematika me shëndetin tënd, pra tani je mirë? Në lidhje me të ecurin, jo, nuk kam pasur asnjë problem. Problematika të tjera shëndetësore po. Të ndryshme. Të cilat të vogla janë të kalueshme, besoj. Ti bën një jetë normale si gjithë tjerë. Po, të kalueshme.